Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin e parë të lajmeve për ditën e sotme. Seanca konstituive ndërprerë të martën pritet të vazhdojë sot në mesditë. Njoftimi u bë pasi presidenti Vjosa Osmani në përgjigje ndaj letrës së kryesuesit të seancës Avni Dehari kërkoi që deputet të gjejnë vetë mënyra se si të procedohet tutje dhe të mos bllokohet formimi i institucioneve. Ajo rikujtoi se sipas ligjeve në fuqi, seanca duhet të vazhdojë brenda 48 orëve. Juristët vlerësojnë se kuvendi duhet ta hedhë sërish në votim raportin për verifikimin e mandateve të deputetëve, për cilën nuk pati vota që të miratohej. Ecim tutje, Komisioni Evropian ka propozuar që Kosova të përfshihet në listën e vendeve të sigurta të origjinës për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në arsyetim thuhet se Kosova ka aplikuar për anëtarësim në BE dhe se po bën përparim në reforma që forcojnë gjyqësorin dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Kjo do të thotë se kosovarët do të kenë shanse edhe më të vogla ose fare për të përfituar azil dhe kërkesat e tyre do të shfrytëtohen në afat prej 3 muajsh. Nga 26 maj deri më 6 qershor, rikthehet në Kosovë Defender Europe, kështu ka deklaruar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Edhe këtë radhë, Kosova do të jetë ndër 18 vendet nikoqire të ushtrimit më të madh ushtarak që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ku marrin pjesë rreth 12.000 ushtarak nga 19 vende për ushtrimin e reagimit të menjëhershëm. Risia këtë herë është se në aeroportin e Gjakovës do të vendoset komanda e divizionit të 28 të Komsorisë së Ushtrisë Amerikane dhe nga aty do të drejtohen të gjitha ushtrimet në rajonin e Ballkanit. Zyra e prokurorit të specializuar ka dorëzuar gjithë materialin që posedon në rastin ndaj Thaqit dhe të tjerëve duke mbyllur çështjen e saj. Pas kësaj, ekipet mbrojtëse kanë njoftuar se synojnë të dorëzojnë një mocion për rrëzimin e një pjesë ose gjithë akuzës. Monitoruesit thonë se procesi është shoqëruar me jo transparencë dhe neglizhencë. Edicionin e vazhdojmë me lajmet të tjera. Sot bëhen 26 vjet nga masakra në fshatin Poklek i vjetër dhe Çikatov të vjetër të Drenasit, ku ushtria serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 77 shqiptarëve civil të paarmatosur, duke filluar prej foshnjeve 6 muajshe e deri të pleq 75 vjeçar. Edhe pas 26 viteve, askush nga urdhërdhënësit dhe ekzekutorët nuk u ndëshkua nga drejtësia. Vetëm në fshatin Poklek i vjetër, ushtria barbare serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 53 shqiptarëve civil të paarmatosur, duke filluar prej foshnjave 6 muajshe e deri tek të moshuari 75 vjeç. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti mori pjesë në pritjen e organizuar nga Ambasada e Gjermanisë në Kosovë me rastin e emërimit të drejtorit të ri ekzekutiv të Odes Ekonomike Gjermano-Kosovare Besnik Vasolli. Ai tha se Gjermania mbetet një nga partnerët, aleatët dhe miqtë më të rëndësishëm. Kurti shtoi se Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare si platformë për biznes ka shërbyer si urlidhse ndërmjet vendeve dhe kompanive. Në këtë ceremoni morën pjesë edhe lider të partive të tjera dhe personalitetet të ndryshme. Peronikeli nuk në Drenas ka pezulluar përkohësisht prodhimin deri në fund të vitit. Sipas menaxhmentit, vendimi u mor për shkak të krizës së zgjatur në industrinë e metaleve dhe kostove të larta të energjisë në tregun e hapur. E kjo ndërprerje do të ndikojë në pagat e punëtorëve, por që nuk do të ketë largime nga puna, siç është konfirmuar nga kryetari i sindikatës së kompanisë. Furrat e kompanisë më të madhe të nikelit në vend tashmë janë dalur. E bashkë me to dhe të gjitha aktivitetet prodhuese të Newco Ferronikeli janë ndërprerë deri në fund të këtij viti. Shkak për këtë është bërë kostoja lartë e energjisë në tregun ndërkombëtar, përmes së cilës kjo kompani furnizohet. Përveç fikjes së plotë të funksionimit të furrës elektrike nga gjendja e ngrohtë, është bërë edhe reduktimi i orarit të punës për një numër punëtorësh. Por kjo situatë ka ndikuar edhe në zvoglimin e pagave të 800 punëtorëve, sa llogaritet tiket kompania. Nuk janë pagat qysh me thonë pagat dinitetshme të mira. E lere me prek.
që të është aja tendenca e neve si sindikat, edhe me bisedime, me këshyrë, me mojt një farë kontinuiteti. Morina sigurt thot se me këtë vendim të menaxhmentit asnjë punëtor nuk është larguar nga puna, por se sipas tij ata punojnë grupe. Asnjë punëtor nuk ka ndërprej kontrata. Punëtorët edhe sot i ki ofër 200 punëtorë tash kur po bisedojmë na i ki mrena në Ferenikel. 200 i ki një javë, 200, do me thonë pa punëtorë nuk është. Edhe siguria e objektit është nivel, do me thonë këty puna vazhdon, mund ndërprej asnjë kontratë së ndërprej, e vetëm është së ndërprej prodhimit. Përmes një deklarate me shkrim, menaxhmenti i kompanisë Newco Ferronikeli ka treguar faktorët që kanë detyruar të marrë këtë vendim. Ky hap është kushtzuar nga faktor kyç për operimin e kompanisë sonë, siç janë çmimet e larta dhe të paqëndrueshme të energjisë elektrike në tregun e hapur, si dhe çmimet e ulta dhe të paqëndrueshme të nikelit në tregjet ndërkombëtare. Këta faktor gjatë 17 muajve të fundit kanë krijuar vështirësi të mëdha për kompaninë, duke pamundsuar prodhimin dhe shitjen e rezervave të grumbulluara për një periudhë të gjatë. Në reagim më tej thuhet se ulja e kostos është bërë domosdoshme për ta ruajtur stabilitetin financiar dhe për ta mbrojtur të ardhmen e kompanisë. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 8. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.